Bordi i Transparencës ka miratuar këtë të premte çmimet e reja tavan për tregtimin e karburanteve në vend, me një ulje të lehtë të naftës dhe të benzinës në tregun vendas. Sipas vendimit të publikuar mbas mbledhjes së radhës, çmimi i naftës pëson ulje me 3 lek për litër në tregtin me shumicë, ndërsa benzina ulet me 1 lek për litër. Sipas çmimeve të reja, gazoili i standardit SSH EN 590 do të tregtohet me pakicë, jo më shumë se 193 lek për litër, ndërsa me shumicë jo më shumë se 181 lek për litër. Benzina do të shitet me pakicë deri në 179 lek për litër dhe me shumicë deri në 167 lek për litër. Vendimi i cili hyn në fuqi këtë të premte në orën 13:30 do të mbetet në zbatim deri në mbledhjen e ardhshme të bordit, ku pritet një rivlerësim i ri të çmimeve, sipas luhatjeve të tregut ndërkombëtar. Në deklaratën zyrtare, bordi ka paralajmëruar subjektet që operojnë në tregun e karburanteve për respektimin rigoros të çmimeve të miratuara, duke theksuar se çdo shkelje do të shoqërohet me masa administrative deri edhe në pezullim aktiviteti. Po ashtu institucioni sqaroi se akti normativ numër 1 datë 3 prill 2026, i cili parashikon ulje në 80% të akcizës në rast se çmimi i gazoilit kalon 220 lek për litër ose benzina 200 lek për litër, nuk do të aplikohet aktualisht. Kjo pasi çmimet e vendosura mbeten nën kufijtë e përcaktuar, duke bërë që të vijojë zbatimi i nivelit të plotë të akcizës prej 100%.